Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Çka konkretisht është nata e Kadrit? Dhe pse besimtarët gjithandej në përbot i japin rëndësi të madhe dhe theks të veçantë kësaj nate të vetme? Në hadithin që transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, për cilin hadith Sheikh Albani thotë se është hadith sahih, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man hurrima khayraha faqad hurrim." Kush privohet nga mirësia e kësaj nate, është privuar nga të gjitha mirësitë. E disa e kanë llogarit dhe kanë thënë se një natë e vetme ka pesh dhe është më me vlerë tek Allahu subhanahu wa taala se sa 83 vite adhurim. Kush prej nesh e din se sa do të jetojmë? Kush nga ne ka garancë se do t'i arrijë të 80-tat? Me një hadith tjetër, po te Ebu Hurajras radiallahu anhu, për cilin hadith Sheikh Albani thotë është hasan, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mesataria e umetit tim është mes 60-tave dhe 70-tave." Por megjithatë, Allahu subhanahu wa taala ka veçuar për besimtarët e këtij umetit një natë të vetme, e cila natë përsëritet çdo vit, vetëm për ta privilegjuar umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila natë është më me vlerë se 1 muaj, është më shumë se 83 vite. Por megjithatë, edhe pas krejt kësaj mirësie, shumë prej nesh jemi neglizhent ndaj kësaj mirësie të madhe. Dhe shpesh herë e trajtojmë këtë natë sikur se mos kishim qenë të nevojshëm për të. Merre këtë këshill dhe aplikoj në jetën tënde. Le të jetë gjendja jote sonte sikur se gjendja e një lypsari, i cili troket në ndonjë derë dhe vazhdimisht gjatë çdo trokitjeje ka shpresën se kjo derë do të hapet. Le të jetë gjendja jote karshi Allahut në këtë mënyrë. Shpreso shumë, këmbëngul shumë dhe bën shumë ibadet dhe shumë dua. E çka konkretisht me u lut? Në hadithin që shënon Imam Ahmedi, Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe të tjerët, prej Aishës radiallahu anha, thot se Aisha radiallahu anha e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, çka mendon sikur unë ta dija një natë se ajo nata është konkretisht nata e Kadrit. Çfarë të them në të?" Na mësoi i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam të gjithë neve. Tha: "Oj Aisha, thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Që nëse përthejmë në shqip, edhe pse nuk është kuptimi i plot i kësaj duaje, mund themi: "O Allah, ti e falës, e don faljen, andaj na fal neve." E ne shpresojmë te Allahu subhanahu wa taala që të gjithë ne të arrijmë këtë natë të veçantë, të arrijmë këtë natë të madhe, na kaploj mëshira e kësaj natës së madhe dhe bereqetet që sjell me vete kjo natë, dhe të dalim para Allahut subhanahu wa taala faqebardh. Wassalamu alaikum.